I riu në foto është 37 vjeçari Jozi Kraja, i ekstraduar këtë domart nga Zvicra. Sipas akuzës së gjykatës posaçme, ai dyshohet si pjesëtar i një grupi kriminal dhe akuzohet se për një periudhë 4 vjeçare, nga dhjetori 2020 deri në maj 2024, ka siguruar kushte dhe mjete materiale për kryerjen e një vrasje të dyfisht. Vepra për cilën akuzohet nuk është vrasje në kuptimin e mirëfillt të fjalës, është diçka tjetër që vepron në prapasken dhe ndoshta më e vështirë për të provuar, sigurimi i kushteve dhe materialeve për vrasje. Dhe këtu lind pyetja që gjithmonë e bëjmë, çfarë do të thotë realisht kjo akuzë? Në emisionet tona të mparshme kemi analizuar se si krimi organizuar në Shqipëri nuk funksionon më në një formë spontane, pra me veprime që merren aty për aty. Përkundrazi, ai ka hyrë në një fazë që është eliminuar i gjithë impulsiviteti për një ngjarje kriminale dhe është ndrruar në një proces që ndërtohet ditë pas dite dhe javë pas jave. Sipas logjikës së hetimeve penale, një vrasje nuk nis në ditën e atentatit, ajo nis shumë herët, në fazën e përgatitjes. Kjo fazë, sipas dosjeve që kanë në përbërje të tyre mesazhe nga SkyCC dhe Encrochat, përfshin element që vetë individualisht nuk janë vrasje, por që së bashku krijojnë kushtet për të. Në dosje të ndryshme penale, jo vetëm në këtë rast, përmenden sigurimi i mjeteve logjistike, mbështetje financiare, krijimi i infrastrukturës që e bën krimin dhe vrasjen të realizueshme, dhe pikërisht këtu duket se qëndron forca e grupeve kriminale për të ndarë rolet. Në analizat tona kemi folur për këtë model. 1 deri në 3 veta janë ata që qëllojnë, njëri është shofer, 2 makina sigurojnë perimetrin ku do kryhet vrasja për të shmangur momentet kur ka polici, një tjetër makinë do duhet të marrë tokën e vrasësve pasi të djegin mjetin me gjithë armët brenda. E njësoj rolesh të tjera që përfshin vëzhgues në terren, njësoj sikur të ishin struktura paralele shtetërore ligjzbatuese. Kështu përgjegjësia shpërndahet dhe krimi bëhet më i vështirë për t'u zbardhur. Edhe në rastet kur arrestohet ai që ka shitur makinën që u përdor në krim, ai nuk flet. Nuk flet sepse ai është thjesht shitsi dhe në çdo rast do ta akuzojë si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal. Ajo që e bën këtë fenomen shqetësues nuk është vetëm brutaliteti me të cilin kryhet vrasja, por koha që merr përgatitja. 4 vite sipas akuzës, 4 vite në të cilat sipas hetuesve janë krijuar kushte që një vrasje të ndodhte, ku në rastin e vëllezërve Bami, kjo nuk ndodhi. Dhe kjo na çon te një problem i thellë që e kemi diskutuar edhe në këtë emision. Krimi organizuar nuk jeton në rrëmujën e momentit, por në struktura dhe të mirë organizuara madje. Ai kërkon kohë, para, njerëz dhe mbi të gjitha, mungesë frike dhe ndëshkimi, gjë që siç duket, Shqipëria ka kohë që u afron grupeve kriminale. Kur organet ligjzbatuese që luftojnë krimin shohin se përgatitja e tij mund të zgjas me vite pa u ndalur dhe kur sinjalet nuk kapen në kohë, atëherë atentati nuk është më një surprizë, por është pasojë e mosveprimit. Pasojë një modeli që nuk po thyet dot si koncept organizimi, me djegjen e makinës, duket se aty autorët për herë të fundit mund t'i shohin vetëm viktimat, por jo ligji. Sonte në sken krimi analizoj modeli shqiptar të vrasjeve. Ku kopjua, përse nuk zbardhen dot si vrasje? Si mund të thyet kjo teknik që duket se është disa hapa para hetuesve? Mirë, rikthehemi. Dhe unë për analogji mora rastin e personit i cili të paktën sipas policisë në 4 vite akuzohej që ishte përgatitur her pas here, duke siguruar kushte dhe mjete për të kryer vrasjen e vëllezërve Durim dhe Valter Bami. Por tani çfarë ndodh kur prokuroria ngre akuzën domethënë për sigurim të kushteve dhe mjeteve materiale për vrasje. Tani ç'është kjo akuzë Karanxha, si ish prokuror? Dhe sa rrezikon që kjo mos të bjerë, të zbutet gjatë rrugës? Tani, neve do të kemi parasysh diçka, që t'jemi të sakt me këtë kualifikim ligjor ose me nenin 80 kodit penal që sigurimi i kushteve për bazë, do thotë krijimi i kushteve materiale për të realizuar vrasje, pra me krijim kushte materiale, është sigurimi i mjeteve për të kryer veprën penale, pra krijohen kushtet e jashtme materiale. Po para se të flasim për nenin 80 kodit penal, ne do flasim për fazat e kryerjes veprës penale. Fazat e kryerjes veprës penale, sqarimin e bën teoria e veprës penale. Që do të thotë? Fazat e parë është lindja e mendimit. Pra një personi i lind mendimi kriminal që do të realizojë vrasjen. Lindja e mendimit nuk dënohet. Pra lindi si mendim, kjo është një fazë që do të thotë çdo person, një kundërshtar i lind mendimi për të vrarë kundërshtarin. Faza e dytë e veprës penale është përgatitja. Pra, nga lindje e mendimit fillon me veprime konkrete. Pra kemi me veprime konkrete që vazhdon ecën, do të thotë për të ashtu. Po gjenden armët, gjenden makina, gjenden njerëzit. Faza e tretë është tentativa, pra ti i afrosh, pra ke një fazë, je më afër,
Dhe faza e fundit e veprës penale është realizimi pasojës. Tani, për dy pjesët, për dy ato për përcaktimet e para, për lidhjen e mendimit dhe për përgatitjen nuk dënohesh me përjashtim, kur parasikohet si krim si vepër e posaçme në kodin penal. Dhe në kodin penal janë dy raste, domethënë që janë në mënyrë të specifike, që është sigurimi i mjeteve për vjedhje dhe sigurimi i mjeteve për vrasje, për të cilët mban përgjegjësi penale. Pra, personi që siguron mjetet për të realizuar një vjedhje mban përgjegjësi penale, personi tjetër realizuar vjedhja apo dhe sigurimi i mjeteve dhe sigurimi i mjeteve për vrasje realizon. I diskutim nga pikpamja teorike, është dhe ndikimi i palishëm, domethënë ndikimi i palishëm, domethënë që një vrasje, ndikimi i palishëm për korrupsion. Okej. Pavarësisht se socialisht. Që diskutohet, sepse korrupsioni është që unë jep të parë më bëjat punë, pavarësisht duhet marr parë të bëhet puna dhe atëherë quhet vepra penale e kryer. Me ndryshimet e fundit dhe ky nen, domethënë është në fazën të përgatitja, pra ti po përgatitesh ke filluar që të bësh një veprim në të ardhmen. Pavarësisht se nuk u realizoi ai veprimi që ti ke marr parë. Tani, kjo ka hasur shumë diskutim në qarqet e drejtësisë. Pra, është kjo fazë, pra mund të quhet faza e veprimeve përgatitore që ti po siguron mjetet për të realizuar një vrasje dhe sa afër duhet të jesh objektivit. Kjo është diskutim, se ti mund ta kesh një armë shtëpi që e kam për atë, por duhet fillosh përgatitjen për të realizuar vrasjen. Pra, ky është diskutim që do haj diskutim gjatë për një kohë gjatë. Për një kohë gjatë. Sepse kemi fazat e veprës penale dhe lindja e mendimit nuk dënohet. Në kodin penal dënohet lindja e mendimit që është në fazën në shprehje jashtme fyrje, për shembull lindja e mendimit fyrje është vepër penale vetë, sepse i janë bërë përcaktimet në pjesën e përgjithshme të kodit penal. Kurse për sa i përket asaj, kjo ha vend për diskutim dhe rast pas rasti, edhe pretendimi që kemi fol me ata persona që kanë pasur këtë vepër penale që janë ngritur, thonë shikoj para që është afati parashkrimit që është 5 vjet, por sepse është aq është masa e dënimit, sigurimi i mjeteve për vrasje dhe e dyta dhe diskutimi ai kuadri i grupit strukturuar kriminal, por kjo është pak a shumë domethënë në lidhje me këtë kualifikim. Ka pasur shumë raste nga zbërthimi i skaj ECS-s, ka pasur shumë raste që dhe në rastin konkret është bërë porosi, domethënë është diskutuar, janë biseda mas bisedave. Po në rastin e vëllezërve Bambi, edhe për rastin e Durim Bambi që mënyra se si e ndoqën nga Ksamili dhe nuk arritën do të realizoni, ka vetëm një moment që i afrohen Durim Bamit në fushkruj dhe i largohet, sërish largohet. Ktu jemi para saj që jemi. Vrasja është ka vërtetuar më. Do duhet parë te prova në qoftë se kanë siguruar kamerat që ndjekin. E marrim nga pikpamja materiale. Pra domethënë e diskutojmë jo nga pikpamja provëshmërisë, është gjë tjetër, po nga pikpamja materiale, kjo është domethënë që ti po synon që të realizosh një vrasje. Edhe tentativa masanese këtu duhet të jemi të saktë. Sepse tentativa është gjë tjetër. Dhe ligjvendësi ka, domethënë të ngrej akuzën. Ligjvendësi thotë që në nenin 22 të kodit penal personin mban përgjithësi kur me veprimet synon të realizoj veprën penale, por vepra penale nuk kryhet për shkaqe të pavarura nga vullneti i tij, sepse mund ndodh që ti e bën vetë si tentativë me trem tjetrin, pra shkon me një armë të prishur që ti krijosh bindje, kjo është kanosi. Dhe tentativa vetë ndahet në 3 pjesë plotë, me objekt përshtatshëm, me objekt të papërshtatshëm dhe me mjet të përshtatshëm dhe mjet të papërshtatshëm. Por duhet kemi parasysh këto janë institutet të cilët shpeshherë kanë krijuar debat. Sepse është shumë e hovia midis lindjes së mendimit dhe përgatitjes. Kjo është që do ai diskutim, ndoshta gjykate lart me praktikat, mua dhe shumë e vështirë Karanxha, nuk më duket, se unë mund të them ty që shiko se duhet vras tanin, po s'kam nis përgatitje unë. Ama kur them që duhet vras tanin dhe kam bler një makinë, ta ndjes. Jo, në rregull, jo, s'ka problem. Kjo është e dukshme. Edhe makina duhet edhe arma edhe tjetra, arma duhet kapur mjetet që ke marrë ti. Filluar, por neve duhet ta lidhim me personin. Në moment që fillon lëvizja, pra ruajtja e atij personi, atëherë jemi te përgatitja. Në rast se fillon tentativa është gjë tjetër, pra është faza që është fazë tjetër dhe mban tjetër përgjegjësi penale. Pra e kemi thënë janë 4 faza që ti sqaroj. Ishin të qarta. Rikthehem sërish Karanxha se kam dhe një dy detaje të vogla për të kuptuar. Tani, Rexhepi, ekspert kriminalist, keni parë pafund vendngjarje, vrasje të natyrave të ndryshme. Ndërto dhe Azemajdarin. Edhe Azemajdarin? Për të që foli Meta sot,
Unë kam qenë ekspert i azemajtar. I vrasjes azemajtarit? Po e kalojmë, nuk kam dëmë. Okej, ere parë që e dëgjoja këtë. Mirë. Në qoftë se nuk flasim, nuk flasim. Nuk do flasim këtu, do flasim këtu për ato çështje, kërkon një tjetër çështje. Ajo që unë do të kuptoj është çfarë ndodh me atentatet e natyrave kriminale në Shqipëri. Përse sot ky modeli i nga vjedhja e automjetit e deri tek djegja e automjetit me vrasës të cilët ikin të pashqetësuar nga vendi i ngjarjes, siç edhe Karanja, pak më herët, nuk po thyet dot nga as edhe një grup hetues në Shqipëri, nga as edhe lloj prokurorie, qoftë SPAK apo qoftë edhe prokurori rrethi. Atëherë, kjo ka lidhje me këtë ekstradimin. Jo vetëm nëse kjo shërbes si shkas, e mora si shkak për të bërë një diskutim të gjerë. Dakor, do ta shtrim aty, ju e moderoni dhe s'kam kam kënaqësi madje që ti ecë asaj që ju ngritet. Ky ka qenë në Dubai, ky ishte në Zvicër. Në Zvicër. Nuk vlen atë analizën. Po kisha diçka tjetër për Dubai. Nga Dubai nuk vinë të gjithë të ekstraduar me përmerit qeverisë tonë, por nuk janë shumë të mira kushtet e tjera dhe kërkojnë dhe vetë që të vinë, që të jemi të qartë. Kërkojnë dhe vetë në atje. Janë të tmerrshme fare. O do rish në vap, o do rish në super të ftohtë, kështu që trajtimi nuk është shumë i mirë, kështu që ka shumë veta që kërkojnë vetë të vinë në Shqipëri dhe mos si marrin dekorata qeverie që si takojnë. Ato dekorata që i ka, si Ministri i Brendshmërisë qeveri do t'i marrë, në këtë e kisha në këtë kuadër. Në lidhje me këtë mekanizëm ngjarjesh që po ndodh rëdom, bërja e makinave të punës, makina shumë të shtrenjta, domethënë që dhe të vjedhura shiten në shtrenjtë, për të mos thënë një shitje me kompromis, sepse në pothuaj në çdo studi e kam ngritur, jo të jenë persona të dyshuar të kallëzuesit, por të jenë persona të monitoruar. Pra nëse vjedhet një makinë, ti shkon për dinacim me atë makinë në një vrasje, ai person duhet ri kohë në monitorim, le të themi në survejim në forma ligjore në mënyrë që sepse mund të kemi një shitje të kontrolluar dhe themi që ma vodhën. Unë kuptoj që elektronika e vjazve ka ecur, po dhe elektronika e makinëve ka ecur dhe kështu që në këtë kuadër nuk mendoj se është aq e lehtë makinat me sisteme të tilla mbrojtje të vjedhen. Pjesa tjetër është nuk po zbardhen për mungesë profesionalizmi ose mungesë hetimi të mirë të policisë ose të organeve ligjzbatuese, sepse edhe këtu kur e tham, këtu e kemi diskutuar madje, duhet të jenë target kryesor makinat e vjedhura. Serviset e shmontimit, serviset e montimit, modelo disa servise. Shkoj me agent, harxoj 20.000, se shteti do të zbulojnë gjëra të mëdha pa harxuar si lek. Ka buxhet. Çoj makinë të vjedhur vet atje, gjëra të vjedhur, bëj një kombinacion aty të servisit kur ke dyshimet e nevojshme. Dhe pastaj 20 merri. Përmendoj një 3-4 servise të mëdha që këtu fillon, kapen terren situatën. Mos themi pastaj reagimet e momentit të parë. Siç tham, reagohet shumë keq në ngjarje me shumë vonesë. U fol për ato drona që bler kriminalisti zakonisht i ka ëndra kështu, domethënë, shikon edhe nuk i takon atij tek e fundit që të merret me këto nivele, ka gjëra të tjera. Por me drona motores mund të digjet gjëra. Ka nevojë për pak profesionalizëm. Follow me e ka komandën ai dhe ndjek makinën ku tjetër. Makinën s'do ta kapi, por personin do ta ndjekë. Ndërkohë shërbimet e ke majta se ke djatha si iku vajti brenda e kape. Nuk janë gjëra të pamundura. Plus që siç e thash në qytete të rëndësishme si Tirana, duhet të jetë helikopteri në bord drejtorisë. Me grup me snajper gati siç e ka siç ngrihen në New York. U dha ngjarja, ndjekë nga toka, ndjekë nga ajri, jo tash nuk mos them pasaj që bëhet një plan masash, jo nga këto smartët për gjusët kriminalisë, bëhet një plan elektronik që në këtë ngjarje, në këtë zonë të Tiranës, sa janë pikat e largimit? 1, 2, 3, 4, jo policit, se lodhet, nuk e mbam dot mend. Nuk po hy në Google rrugët e Tiranës me këto ndryshime. Në këtë ngjarje ngrihen 4 pika. Komisariati 4 ngre një dron, 6 ngre tjetrin dhe ku do vesh? S'ka ku vete. Ku do vesh? Kamera kanë lokalet në shkeljet ligjit që monitorojnë dhe rrugën, që na bezisin edhe në qytetarë, sepse ka këndin. Kështu që situata bëhet më lehtë, por target kryesor për sa kohë ti ke makina të vjedhura që të përdoren në vrasje dhe të këputin zinxhirin provues, ti mund ta dish rrugë operative, këtë e di prokurori më mirë, të këputin zinxhirin provues. Makina e vjedhur digjet, arma dëmtohet, as ADN, as gjurmëkishtas, as gjë, as mbetje bloze asgjë, ta këputin zinxhirin. Çdo lloj informacioni tjetër pastaj bëhet i pavlefshëm. Po i pavlefshëm po suprovohet, ç'kuptim ka. Atëherë do jenë target makinat e vjedhura. Forco organat, forco pikat,
Një target dyshim, laptopës. Lavdi zotit, teknologjia ka ecur shumë. Ne po vëm këto smart city. Jo, ajo është skelet detave njeriu dhe skandale. Këto shtyllat e mëdha me kamerat e që tha kryeministri, këto që po vendosen në Po kush e ka ato? Kina dhe këto vendet arabe. Tash ne këtë themi shembull Europën për këtë. Tash mirë marrim shembull Arabin atëherë për ca gjëra të tjera, pastaj marrim shembull Kinën. Tash nga të shkojë u mori kryeministri një herë me Amerikën, një herë me Anglinë, një herë me Francën. Kemi marrë shembull nga Afrika për vepra të caktuara. Kështu që s'ka mirë, një bosh do mbash. Bosh amerikan, bosh europian, bosh edhe lindor, do ta marrësh lindor, puna jote, merr përgjegjësitë tua. Po jo, një herë me turgun, pastaj prishu për detin nga turgu. Kalo këtej, Emroxha e bënte këto, ne jemi në kotën verë. Prishu me sovjetikët, bëu me Kinën, bëu këtë, edhe Emroxha fundit. Kjo është njëra qasje se investimi mund të jetë ose cilësia, nëse do duhet parë se aty është janë dhënat tona, animazhet tona. Duhet parë nga ku të shohim o i nderuar serveri i ri për jashtë. Serveri pronës jashtë. Jepet elektronik shqiptare, po si e kishin në duar të X-it të Y-it. Tash jepet elektronik shqiptare, dëgjoj dikush ka bërë humor me mua. Unë i thash letër. Karta kënd. Pra duhet të jetë letër, çdo gjë duhet të jetë letër. Ti mund ta hedhësh kompjuter për shërbim qytetarës. Po magazina duhet të jetë aty. A ti që ka nejë një emision nga YouTube-it sepse ngrita problemet e pronës, di si duhet të jetë dokumenti i jot pronësor ose imi? Ma thuaj këtu. Më e sigurt se pasaporta. Se këtu nuk të hiqet gjë. Më e sigurt se pasaporta. Pagon 1 milion vjetra flas, 1.000 euro, 2.000 euro, 1.500 euro për një transakcion pronësor dhe duhet të jetë pse pagon 50 euro për atë dokumentin, punë e madhe. Ama ai dokument nuk prishet dot më. Do të jetë pasaporta do të jetë më me element noteri që e ka printuar si përfaqe gjitha firma vura do të jenë me element sigurie. Edhe me barkod. Me barkod, me element sigurie. Dhe nuk ke ku shkon më, po pse s'bëhet? Di pse s'bëhet? Se mbyllim shtigje edhe për veten. Kështu që do lëm na i bëjmë, ne bëjmë ligjin të fortë, po do lëm na i korridor që të kalojmë dhe vet. Korrupsioni është korrupsion, thaj vetëm kur nuk jam unë pjesë. Se po që shumë pjesë korrupsioni nuk është aq problematik. Karanja, përse nuk po thyet dot ky mekanizmi i vrasjeve që kemi sot? Është shqetësuese. Nëse unë të numëroj vrasjet, cilat janë kryer, Dobraçi masakër, Memaliej masakër, Rinasi masakër, që ishte vetëm rreth 2 muaj më parë, vrasja e gjyqtarit në Tiranë, vrasja e një postieri në një nga fshatrat e Tiranës, vrasja e biznesmenit Bujar Nasuvi, këto që flas që kanë ndodhur nga viti kaluar e deri tani, të cilat të gjitha kanë të njëjtën natyrë. Atentati që ndodhi në Lundër, që u plagosën 4 persona. Ma shpjego pak tani. Thash dhe njëherë rikujtoj, jeni ish prokuror, keni pasur pafundësisht çështje, ju njihni mirë teknikat e gjithë gjës, pa thyer sekretet e punës suaj, diçka dua të kuptoj sot. Tani problemi i parë është që policia e shtetit duhet të largohet nga punët e kota. Punët që i bën policia bashkiake, do të bëj policia bashkiake. Neve çka konstatojmë? Mirë që nuk po lehtësohet, po përëndohet, futet dhe në 293 paragrafi 1, dhe ne policinë e kemi të ngarkuar. Policia në vend tjetë në ndjekje të personave që bëjnë vepra penale të rënda, policia sot është hapërda. Merret policia e rendit, po bëhet polici bashkiake. Po bëhet si polici bashkiake. Merret me karriget, merret me shazgonët, këtu s'janë shef vizën, kur është me leje, kur është pa leje. Pra e para, policia e shtetit do t'i kthehet që është qëllimi i policisë shtetit është ruajtja e sigurisë publike. Pra është kryesorja. Edhe kod procedurës penale, neni 30 i kodit procedurës penale që flet për policinë gjyqësore dhe bën një sqarim policisë gjyqësore që ndahet në policë, në oficerët policie gjyqësore dhe agent, detyra e parë është parandalimi i veprave penale. Pra duhet kthehet në funksionin bazë. E dyta, dalim i njëjti gjë, targat vjedhur. Targa e vjedhur nuk duhet qarkulloj në një territor të identifikohet në mënyrë të menjëhershme. Nuk ka një targë e vjedhur që të qarkulloj në Tiranë, në Durrës, shkoj pra vjet nga Tirana, shkon në Durrës, shkon në Vlorë dhe të mos identifikohet kjo targë. Pra që kur një mjet i cili, sepse si rregull, edhe ligji është që çdo mjet ka targën e vet. Është lehtësisht i identifikueshëm. Tani duhet gjetë mjete se ne po diskutojmë për pamjet filmike, po diskutojmë. Tani të mos ketë një
targ, për shembull, që dali targa që është e vjedhur, kjo duhet të sqarohet. Pra, një makinë që mban targën e një makine tjetër, ka rrisk që të bëjë vepra penale ose nga krime ndaj jetës, mund të bëjë edhe veprime të tjera të palishme, mund të rëmbejë një fëmijë, mund të jenë, sepse nuk është vetëm kjo, ka dhe aktivitete të tjera të kriminale, po, patjetër. Pra, targët e vjedhura aty të qarkullojnë lirisht. Mjetet e vjedhura, pra domethënë, këtu kemi edhe këto janë paraprakisht. Pra, një targ se tu është e paranalimi, për sa i përket të ngjarje, shohim në të gjithë ngjarjet, pjesa më e madhe tyre me përjashtim të ngjarjes së Shkodër, po të kemi parasysh, ngjarjen e Shkodrës, një vrasës që u vranë 2 persona, 2 punonjësit e bashkisë para vitit 30 nga tetori që u kap nga policia e rendit Shkodrës. Po është Rakip Gila. Është personi i cili u kap Buzlumit. U kap dhe kjo kemi një efektivitet policisë. Pra kemi kjo është tamam detyrë e policisë që bën vepër dhe të kap. Më përpara, për shumë unë e mbaj mend, më përpara kur kanë qenë të 4 komisariate, sepse Tirana ka pas 4 komisariate. Tash është rrit numri, se është bëri Farkës, është bëri Vorës, është rrit numri komisariate, është ndar kombinatin vete, është bërë një ndarje katra është ndarë në 2 se është rrit numri i popullsisë. Të gjithë komisariatet kur ndodhin ngjarjet, të gjithë vënë në lëvizje. Edhe në për filma, edhe në Amerikë, kudo, kur ndodh ngjarje, gjithë njësitë vënë në ndjekje të autorit. Ne shohim një apati. Edhe rasti që kemi këtu, për shumë rasti i të Ritasit, janë larguar me Toyota Yaris, të pashqetësuar. Jo se Toyota ka një problem me emrin, po Toyota Yaris. Toyota Auris ka mbështyp, po edhe makinë e re, jo faktikisht, ajo ecën pak, ajo ka edhe ecën pak. Ka rëndësi, ti mjeti policisë ku është? Ti duhet të ndjekësh o ty të bën gjithë të përherë, pra ti... është zona që duhet të jetë zona më e sigurt. Pra, flasim që punonjësit e policisë duhet të trajnohen për ngjarje të tilla. Që si reagohet, pra ne në vend të investojmë në rritje ngjarje, neve i ngarkojmë punë të panevojshme. Është mërzit dikur që i kam parku dysh, po çfarë pastaj? U parku të le numrin e telefonit, vjet tjetër e liro. Por problemi është i tillë që po diskutojmë. Ne policinë e shtetit duhet ta çojmë aty ku është problemi. Dhe problemi është që këta duhet të reagojnë ndaj ngjarjeve. Edhe reagimi duhet të jetë profesional. Që të mos shkojnë kohë që të çtohen pasojat. Ka blinda për shembull kur e ndjekin? Ta zëm? Ka blinda të ndjekësh vrasës të tipit Rinasit, ndjes për ndjekim. Jo, për diskutim. Duhet ta ndjekësh jo me makinë shqiponjës që janë karton që çpohen me gisht. Që ata se kanë problem të reagojnë ndaj policisë. Ata që marrin përsipër gjithë atë operacion. Blinda ka, po ka Renea, kam përshtypjen që reparti Renea. Jo, Renea tikzoi dhe janë specialistë mirë, absolutisht. Ata janë okay. Janë për luftat ata tamam, din. I kemi super, Renea dhe kemi super, ë? Kështu që, jo sinqerisht. Edhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë janë shumë të mira këtu në Shqipëri. Dyja, domethënë si skuadra. Por dhe komisariatet duhet të kenë. Pra, le ta ndjeki, le të themi ai çarkullimin në një distancë që rrezikon veten nga një tjetër. Ndërkohë njofton me radio dhe shërbimet e tjera duhet të vinë shumë të përforcuara në mënyrë që të mos u rrezikohet tjetra. Këtë duhet. Po krihet zona, thonë. Po krihet zona. Po ngeli duke u kremët, i ka ra flokët në tokë nga krefje, po s'ka... Mora iq. Morë, s'ka. Morë, se morë po themi se plesht është i vogël. Të patën të kapin në i morë. Kështu që do duhet të ritheksojmë dhe njëherë që kapacitetet e timore të rikthehen. Duhet shkoj aty ku është problemi, te siguria e jetës, shëndetit, edhe diçka tjetër, edhe gjobat, po të kemi parasysh. Polici rri me gjobë, me blok në dorë gati, në momentin e befasishëm vënë e gjobës. Gjeme një cep të parkum. Një person shqyqy ka gjeti... Futëm atmosfera aty, nuk është qëllim gjoba, është disiplinimi i qarkullimit. Qëllimi i gjobës është disiplinimi i qarkullimit dhe parandalimit mos bësh në ta. Gjoba është bërë, i thot shefi aty du një blok të pastruar sot. Ai rri gjersat ve gjobën. Ndërkohë që policia thash duhet të jetë mbrojtje e jetës, shëndetit, sigurisë publike, të problematikës ndryshme të qytetarëve, ku një qytetar është plak duhet kaloj rrugën ta marrë ta ndihmoj, se kjo është për komunitetin. Jo policia të shihet si gabic, që vetëm të vej gjobën. Ka bazon gjoba 20.000 lekë, tash po shkojnë te 30.000. Si për me rrit. Po e kanë rritur. Po trisin që buxheti. Marrim rastin në ngjarjes së Rinasit. Çfarë ka ndodhur? U kryet që kjo është e frikshme fare, domethënë mënyra se si këta pushkatojnë aty. Tani, e dini që në datën 7, Muçi Shaljani dhe Gilmando Dani kanë shkuar në Rinas. Tani këta erdhën nga diku, kanë ardhur nga Tirana, këta jetojnë, këta ditë ku jetojnë në Tiranë. Filan datë,
Po, ka që thjesht të shkosh ti marrësh kamerat e datës 7, datës 6, datës 5, datës 4, ku kanë lëvizur kamerat, shikohen mos e kanë pas në një vëzhgues nga mbrapa se s'ka mundësi. E kanë absolutisht. Ku e din ata që do fluturonte në datën 7? Pra, diçka, domethënë për ta hetuar se nga informacionet që di unë, pak duket sikur është në stagnacion kjo, ka ngelur çiksi në vend timi kësaj ngjarje. Informacion s'kemi zona. S'ka, domethënë duket sikur në netim po ç'po hetohet se në netim mund të shkojnë edhe dosjet 5 vjet që kritikojnë me spakun. Po ç'vlerë ka pastaj se bën vaki mund të ketë qenë vrasi 6 jetë dhe ka ndrur dhe jetë. Domethënë këto më shqetësojnë në konceptin e përgjithshëm. Kemi raste që na drejtohen klientët një e kam dorë se kam para akoma. Po thonë i ka bërë kërkesë policisë, në Divjak ka ndodhur vjedhje, i ka bërë kërkesë policisë, tapet kjo kamerë, tapet makina shoqëruese. Jo pas na kanë kthyer përgjigje. Çfarë janë këto, më kush kthe përgjigje shkollë, sekuestrojnë vend aty. DVD 100 euro bën DVD, merre, kjo s'është e jotja më. Miru pafshim, kaq, lej copletë shënim atje. Kryet detyrën për sigurin publike. Çështja e fundit që ne trajtojmë bëhet fjalë për pikërisht 21 janarin. Mirë, sot pati një reagim në rrjetin social Facebook nga ish presidenti Meta, i cili ndodhet në paraburkim këtu në Tiranë, në 313, dhe ka bërë, le të themi, një histori të asaj se çfarë ka ndodhur për 21 janarin, për vrasjen e Zemajdarit dhe për shtatorin e 98-s, por ne do të ndalemi tek 21 janari meqense kemi zhvillime për sa i përket depozitimit në SPAK të audiopërgjimit origjinal nga kolegu Artan Hoxha, por çfarë ka shkruar ndër të tjera Meta në Facebook. Porosia ishte se duhet të japësh sa më parë dorëheqjen dhe ti nuk do të jesh në zyrë, ministri, kur të vriten njerëz, sepse situata është më rënduar se ç'mendon ti, i thot dikush Metës. Duke pasur besim absolut në integritetin dhe dashamirësinë e porosi dërguesit, shkova menjëherë në zyrë dhe përgatita dorëheqjen e parevokueshme nga zëvendës kryeministri dhe ministri i ekonomisë dhe shkova takoja kryeministrin Berisha për t'i bërë të ditur vendimin e ri, si domosdoshmëri për të lehtësuar pozitën e qeverisë dhe për të sfumuar sa të mundja libin e gjak kërkuesve. Po kështu i paraqita propozimin për zëvendësuesit e mi nga postet e zëvendës kryeministrit dhe ministrit e ekonomisë dhe nga ajo ditë, pra një javë para 21 janarit, nuk shkela më në atë ministri, thot Meta. Po atë ditë në mesdrek, Asambleja e Partisë Socialiste shpalli 21 janarin, si ditën e protestës dhe qametit. Ndërkohë pak ditë para 21 janarit, i panjohuri u rishfaq për të sjellë të dhëna të reja dhe një porosi të re për mua. Të dhënat e reja ishin se situata porëndoi pasi organizatorët po rekrutonin shumë element kriminal në terren për 21 janarit. Po kështu, porosia e mikut nga jashtë ishte se më 21 janar, unë nuk duhet të qëndroja në shtëpi, pasi banesa mund të sulmoj nga element kriminal. Edhe me herët e ka thënë, Meta që ka pasur informacion, tani, Karanxha, do ta nisim së bashku për faktin që ju keni qenë për pak ditë prokurori çështjes së 21 janarit. Keni pasur mundësi që të bëni veprimet e para hetimore dhe të njiheni deri diku me atë dosje. Pastaj më mbrapa, prokuroria e përgjithshme bëri lëvizjet e veta. Në atë kohë, për sa kohë ju ishit, le të themi, prokurori kësaj çështje, a kishit në dorë, ju kishin ardhur shkresa nga shërbimi informativ i asaj kohe, apo qoftë nga drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit bashkangjitur për hetimin, informacione të cilat mund të lidheshin me veprimet e dhunshme që do të kryeshin? Tani duhet kemi parasysh diçka. Informacioni operativ është gjë tjetër dhe relacioni sipas neni 293 kodit procedurës penale është gjë tjetër. Çfarë është relacioni që shpjegon është? Relacioni, sepse prandaj po flasim dhe për veprimet procedurale. Veprimet procedurale që informacionet e shërbimit ose informacionet e nuk janë pjesë e dosjes, nuk mund të jenë. Nuk mund të jenë pjesë e dosjes. Mund të jenë dhe prokurori që diskutohet. Prokurori nuk mund të jetë bashkëpunëtori i shërbimit, se i bi të jetë pjesë e shërbimit. Se i bi të kesh pa shihut ose shishi, të jetë dhe prokurori. Prokurorit i vjen një informacion me shkrim. Pra bëhet një shkrim, nuk përdoret term as dhe me termin dhënat operative. Dhe neni 293 është qartë. Provat ku bazohet ky dyshim dhe burimi i provës. Burimi i provës janë njerëzit, janë dëshmitarët, dokumentat shkresore etj. Këto janë dhënat operative, të cilët i kanë organet ligjzbatuese, sepse edhe policia gjyqësore, për shkakun që ndahet në polici dhe agjentat e terrenit i thonë kujdes që paralajmërojmë se kemi dhëna që mund ndodh kjo. Pra kjo është gjë tjetër. Tani,
te deklarimi i Ilir Metës, që po dalim te deklarimi i Ilir, që ta mbaroj iden. Jo, i kret okej, vazhdo. Prokurori, çdo prokuror në gjithë botës ka të gjitha të dhënat që ka prova procedurale. Nuk mund nisesh, për shembull, kemi pas praktikë gjykatës lartë që me materiale që vijnë nga shërbimi sekret, vënë numrat në përgjim, ajo nuk janë të papërdorshme. Sepse ligji është i qartë, nuk mund të vesh me materiale, prova procedurale duhet marrë sipas formës parashikuar në ligj. Pra ligji është i barabartë për gjithë. Okay. Pra marrja e provës në mënyrë të palishme, sepse pse është e palishme? Vetë ligji e parashikon qartë, që thot neni 149 në vijim, janë disa nene për marrjen e provave, thot, që provat merret sipas formës parashikuar në kodin e procedurës penale. Pra provat, ne i kemi provat, janë 7 lloje provës e prova tjera, të cilët nuk cënojnë procesin e rregullt ligjor. Okay. Në rast se ne ecim me dhëna operative ose me dyshime, këtu procesit ka rënë. Mund të ndodhë që personi të arrestohet, dënohet, por nëse të shkojë çështja në Strasburg, gjykatën evropiane të drejtave të njerëzit, dhe ato që janë të qetë nuk kanë ato se çfarë. Arranxha, jo që unë po thuaj këtë në kontekstin, kjo është domethënë kur ti nuk mund të përdorësh si provë një informacion apo një dëshmi që vjen nga një institucion. Është një ran. Por a kishte informacione? Këto dhëna janë për policinë. Neve si prokuror, që bën veprimet procedurale, merret mbajtje provë te organizimi, këto mund të ketë në dyshim, mund të shërbejë si version, por s'mund të administrosh në dosje. E kuptoj. Pra dosja domethënë është pa pranueshme që ti dosjen e procedimit penal do ta qepësh fashigun e procedimit penal, qoftë pas sepse të kemi parasysh fashigu ndahet dy lloj fashigu, është fashigu i gjykatës, janë prova që ti çon në gjykatë, është dhe fashigu i prokurorit, që ka dhe akte tjera, të cilët nuk mund të futen në fashigun e gjykatës, por është e papranueshme në dosjen e prokurorit të kesh dhëna operative, dhëna shërbimi. Dhëna ato të vinë, mund të shërbej për me si një indicie, po as për indicet për duhet marrësh një provë. Pra ti duhet kapësh një provë, një gazetë. Pra dhe ka pas raste, për shembull, është bërë kombinacion, është bërë një shkrim gazetë dhe nga shkrimi i gazetës nisësh procedimin kryesisht. Por asnjëherë sepse kemi lirinë dhe drejtat e njeriut. Dhe kjo është pavarësisht se çfarë punon sot, ne po flasim një shtet ligjor, një shtet të së drejtës, i cili nuk mund të hedhë bazën e tij mbi rrojë të kalbëra. Pra nuk e dim ka pasur apo s'ka pasur informacione policia. Informacione ka pasur. Policia gjesa thotë Iliri sepse që zvëç kryeminist. Atë thotë Ilir Meta. Edhe më pas ka qenë president, i cili ka drejt për shkak të pozicionit të marrë informacione. Apo jo. Ai ka qenë i pari vendit dhe i di. Tani pyetja procedurale, si kthehet kjo dhënat e Ilirit Metës në mënyrë procedurale? A vjen kjo dëshmia sot? Kur do vlet? Tash do pyetet. Kush është ky person që erdhi? Sepse në 154 kodit procedurës penale thotë dëshmia indirekte. Kur ti i referosh një personi tjetër, do pyetet personi tjetër. Ora ke shku, se Iliri thotë ka ardhur, ai tjetër thotë s'ka ardhur. Tash duhet gjetë prova burimi, nga janë marrë këto informacione, nga janë marrë këto të dhëna, sepse duhet burimi provës, se nesër kur ti jesh në gjyq, do ulesh aty në sallën e gjyqit dhe do të dëgjosh personat që flasin, nëse s'del asgjë. Atëherë nga ku ti gjen mund të kesh mendime ndryshme atje që i takojnë dosjes operative. Pra dosjet ose DZA-t siç janë ose dhënat operative, dhënat e shërbimit janë komplet gjë tjetër. Po. Mund të gabosh në shërbim në një informacion që e mora këtë dhe nuk është i vërtet, por gabimi procedural me masat e sigurimit së është jetë e personit, fut në burg dhe ti thosh më fal se u bazova te i prove palishme. Pra kjo duhet jemi të kujdesshëm sepse më përpara se ne e shajm kohën më përpara të merrë një pafajsi, leje punën ose je pa vi tjetër sot merrem pafajsi, nuk ma askush përgjegjësi. Merren 10 pafajsi, sot as prish punë ishte bindje brendshme. Si bindje brendshme? Bindje brendshme merr një herë, 2 herë, 3 herë. I thonë ai, çfarë je gjyqtar apo ç'je je? E kuptova. Mirë, do rikthehem sërish unë për të pyetur për 21 janarin. Është depozituar Rexhepi në SPAK edhe audio përgjimi, ju jeni ekspert kriminalist, nga jo çfarë unë di jeni dhe ekspert shumë i mirë për të ekspertuar dhe audion. Po. Tani çfarë do të thot kur i vete në dorë tash në SPAK-ut një audio përgjim, po themi, me bazën origjinale? Flitet që ka vajtur me gjithë pajisjen origjinale, Është një video, është një kështu nga ato kasetat, regjistrues kasete, nga ato të parë, të vjetër janë ata. Po, në SPAK-u e ka, nëse ka provën
e ka shumë të thjeshtë, domethënë për personat e dyshuar X, Y, Z. Mund të jenë spak, mund të gjenë burime të tjera, sepse ndoshta janë edhe persona publik që ata kanë folur ose është i depozituar zëri i tyre, ose mund të thrasin në cilësinë atyre dhe të japin modelet e zërit. Mbas 15 vitesh ndryshon? Po zëri është ke gjërat problematike. Në fakt, më problematik do bëhet ndoshta edhe me këtë inteligjencën artificiale, por siç e thash, e njëjta pajisje, nëse është pajisja origjinale, duhet përdorur edhe për incizimin e personave të dyshuar dhe pastaj kalon. A do marr me atë prapë? Me atë është mirë, domethënë ose do jetë shumë më mirë. Nëse është funksionale. Edhe kalohet pastaj në krahasimin e zërave dhe vërtetohet, domethënë fajësia ose pavajësia, pastaj analizohet. Bëhet edhe transkriptimi çfarë është thënë. Domethënë që pak a shumë ka dalë ajo e transkriptuar. Unë nuk e njoh procedurën e gardës se si procedon, por në një rast, jo pa qëllime përmend atë ngjarjen, ngjarja e vrasjes liderit të demokracisë Azem Hajdarit, e nesër duket e pasnesme, dita e varrimit u shoqërua me shumë protesta. Dhe nuk e dija e ka garda këtë, por kam qenë, le të themi, dëgjues okular, jo dëshmitar, sepse nuk kam qenë aty prezent. U dha një urdhër kur u rrezikua që të dilesh nga burgu 312 ku mund ta thynin, dha një titullar policie që ndizim autofonin, urdhëroi që në rast se thyen burgun të qellohet. Pra praktikisht unë le të themi në atë kohë pra dëgjohej aty, regjistro. E dha në radio urdhën, i dha urdhër që hapni autofonin, pastaj të urdhëroi live, dëgjoj gjithë stafi. Okej. Por ndërkohë i tha hapni dhe majtofonin për të, si duket, procedohet për ngjarje të rëndësishme. Nuk e di si procedon garda, për të shmangur atë që urdhërove, sepse mund të ishte gjë me pasojë, dha një urdhër të rëndësishëm dhe i kërkoi sallës operative që të ndiste që të regjistrohej ky urdhër, të ndiste aparaturë. Nuk e di si procedohet tani, mbase kam përshtypjen se ka kaluar në regjistrim automatik, domethënë. Po besoj, po, duhet jetë një sistem më i sofistikuar. Gjithë telefonatat janë zhvilluar sepse kam parë që edhe çështjet kota i regjistrojnë dhe shkojnë në prokurori që për mua është gabim, po e bëjnë këtë vetëm për shkak sepse në moment që është marrë salla, çështja është regjistruar dhe hapin procedurat kota që për mua pastaj se dolën nga tema në temë. Jemi brenda logjikës. Mund të lihet kompetencë që të vendoset edhe mos fillimin për, le të themi, për ngjarje banale, mund të lihet edhe komisariateve, mos fillojmë për çdo, le të themi. Por problemi është parë si një shtek abuzive dhe ashtu e kanë gjykuar. Nuk kam iden si përdor garda, nuk kam iden çfarë pajisje regjistruese ka zoti Hoxha, ka kohë që ka folur për këtë. Në fakt depozitoi dhe doli edhe një që pash para shumë vitesh ishte titruar. Në momentin që e ke titruar, ke ndërhyrë domethënë. Dhe për mua quhet provë ngar, prokurori mund ta di më mirë. Jo, por në qoftë se ajo e titruar ka shkuar njësoj me audio origjinale që nuk duhet ngar fare atë. E pa ndërhyrë. Talent po që duhet e paprekur. Paprekur fare. Siç është Jaku, kjo është transparenca, është përgjigje Jaku. Nëse ta kam sjell fillimisht ty si prokuror të zbardhur. Kjo është një audio origjinal, pastaj ishte si video, prandaj më që ka pasur me titrim. Video duhet të kemi parasysh. Nuk duhet ngar. Origjinali është i paprekur. Origjinali është incizuar, janë bërë disa tjera dhe mbi kopjet është proceduar që janë bërë ato titra gjakos etj që dile. Por prova duhet të jetë e paprekur. Madje theksoj. Besoj prova është e paprekur, pastaj po them. Është origjinale, pra nuk është ndërhyrë aty. Kështu që edhe titrimi nuk ka problem se ka mbështypjen për kohë origjinale. Mendova nëse është titruar. Jo. Origjinali është i paprekur. Paktën I jep një dinamikë. Kjo është edhe për të thënë, nuk e di si janë afate procedurale, e tregova metodën, është shumë e thjeshtë. Personat e dyshuar që kuptohet. Po. Le të themi një shef garde, një ministër, një zëvendësministër dhe një kryeminist, ndoshta kush është i dyshuar, i merren kampionet zërit nga stafi specializuar dhe bëhen krahasime. Mund të çojmë pastaj në laboratore moderne. Ku është regjistruar kjo? Ku mund ta kemë marrë tani këtë? Kush ka informacion tani? Kemi informacion? Ne do bëjmë informacion. Do të bëjmë një analizë nga ku mund të jetë regjistruar. Analizat janë dy. Domethënë dy nga mund të jetë marrë. Ose është futur në frekuencën e radios, se është dhënë urdhër në radio. Po që ka një frekuencë të veçantë, garda. Ose ka qenë aty pranë me diktofon. Pranë personit që fliste në radio. Po pranë
person që flitet, por mund të jetë e ka frekuencën në radio këtu dhe ka me diktofon është larg, është me një klub. Do ashtu si më hapi i tem. Kupton? Janë dy. Pra, ose ka qenë fizikisht aty, një, ose ka qenë frekuencën e radios ku është dhënë urdhri dhe me diktofon e ka përgjuar në radio. Pra, radio u dha urdhrin radio e inqizo dhe ke kasetën. Duke qenë një ngjarje kaq dinamike, po. Lidhe me të klubin. Po patjetër. Atëherë unë kam patur një radio SPF markën për efekt reklamesh, shumë cilësore, Motorola ishte, domethënë kishte fituar rezultatin NATO-s, le të themi që në një aksident. Policia besoj përdor akoma nga këto, ka akoma. Po ishte tjetër kualitet. Në një aksident që patëm me ambasadën amerikane ishte më e mirë se shefit securities, domethënë, ne kisha. Ishte goxha nivel ishte. Radios dhe kishte një buton skaner, pra nëse kanali ishte i pa enkriptuar e kapte domethënë, fushte në skanim dhe i lokalizohet kanalet. Një herë kur kam udhëtuar për qef në Gramsh, domethënë është shuriva doli kanali Gramsh e dini. Pra nëse ishte i pa enkriptuar, sepse po të ishte i pa enkriptuar e kapte kanalin për pa pikë probleme, domethënë, në mbështetjet e asaj që tha Ervini mund të ndërhyje me skan, plus si pasaj nuk është se ka qenë kaq strikte, fillojnë që i ku tentua kur isha unë në drejtori Tiranës që të dinin me numrat të gjitha, kjo pasja e radiove, se në fakt radio është të themi si armë pa leje, domethënë se ti di ku lëvizin trupat, ku bëjnë të policisë nëse kryen një ngjarje, duhet të jenë shumë të kontrolluara dhe shumë të është filan vend pa kontroll, thotë i çuar. Fizikisht shumë të sigurta që të mos zbulohen. Të dëshat bëja si shtesë. Prandaj thotë edhe policia u kapën radio si ato të policisë her pas here në operacione. Se janë çuna që i përdorin se duhet me frekuencë. Por me lokalizuar kur është policia, se komunikimi në radio është ai që të dokumenton se ku janë ata edhe mund trupat e shërbimit policisë. Si punë macës me miun, që maca e di ku është miu dhe miu e di ku është maca. Po, është vërtet. Një pyetje kam që është me shumë rëndësi. Duke qenë një ngjarje kaq dinamike. A mundet që në atë kohë në zyrën e Berishës, duke qenë se ai ka qëndruar brenda ka qëndruar edhe Lulzim Basha, her pas here mund të ketë shkuar dhe kreu i gardës, të kemë pasur një radio aty brenda. Që në një moment caktuar edhe mund të jepej një urdhër, e pse jo, mos të jepej një urdhër nëse kanë pasur në dorë për ta bërë këtë. Tani radio, duhet të kemi parasysh ato që janë radio, janë folur, janë në kaset. Po. Kështu që ke dëgjuar se çka kanë thonë ato në radio është gjë tjetër. Pra radio neve del që se si është dhënë urdhër, pra del ajo që del në radio. Por ata që kanë folur kanë dalë, sepse ai komandanti ka pas forca që vareshin, kupton? Po, okay. Pyetja është komandanti ka pas apo jo urdhër më lart. Kjo është pyetja. Ka përgjigje kjo pyetja? Sepse po sigurisht se tash sepse ti mund ta kesh radion dëgjon se ç'a bëhet. Po nuk ndërhyn dot. Si dëgjon radio, po s'ndërhyn dot sepse është teatri i parë, domethënë që jep urdhër, sepse ligji është i përcaktuar, ligji për gardën, kush është komandant, kush i drejton forcat. Pra kanë një komandant forcat, kupton? Edhe ligji është përcaktuar përgjegjësia formale e komandantit se nga kush ka varësi. Pra janë përcaktuar në mënyrë të qartë se pozicioni gjithkujt. Tani gjithë diskutimi që diskutohet shumë me parë te kjo çështje, pse suatuan zyrtarët e lartë në fillim dhe mas 15 vjetësh. Është pyetje e parë. Përfshi dhe organizator. Përfshi dhe, domethënë flasim për vrasjet, sepse ato janë hapur. Okej, dakor. Tashi, në rast se organizatorët do jenë objekt e timit, duhet të dali spaku me një detyrat. Pra janë dhe organizatorët, sepse nga veprat penale që shoh që kanë dalë 79 që vrasje kundër dy ose shumë personave në rrethana cilësuese, veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës dhe shpërdorim detyrës. Këto treja. Nëse është objekt e timit, do të duhet të kemi parasysh Jo, unë gjykoj që ta shohim kështu, pastaj nuk kam informacion. Si duhet parë për objekt e timit janë të gjithë këto vepra që shife dhe në kuadër kësaj duhet parë gjithët e zyrtarët e lartë. Tani kjo e para pyetje, pse suetuan zyrtarët e lartë kur ishte koha? 2, domethënë që është shumë e rëndësishme. Po mirë, spaku sot, a mundet që të marrën në hetim drejtues prokurorisë përgjithshme të asaj kohe, apo që kanë pasur mbarësi këtë çështje për të jetuar për atë çfarë kanë bërë? Tani duhet kemi parasysh. Në vepra mund të jetë parashkruar, domethënë nuk ndodh gjë, por a mund ta therrasi? Mendoj që duhet thritur personalisht, sepse është çështje po e diskutojnë nga pikpamja provueshmërisë dhe nga prova, se duhet jemi të kujdesshëm flasim vetëm me prova. Tek libri që ish presidenti i Republikës Bamir Topi ka bërë, po, dhe
ka deklaruar që ish prokurore përgjithshëm në datë 22 janar mu më ka ardhur në zyrë, më ka shpreh shqetësimet në lidhje me ngjarjen. E parë, s'ka lidhje presidenti, kuptimin që ta ankohesh. Kjo e parë. Ç'lidhje ka presidenti? E dyta, me datë 23 janar më ka ardhur Lulzim Basha në zyrë dhe thotë ndikote prokurori përgjithshëm për 6 urat e ndalimit. Tani e treta, Lul Basha duhet ishte pyet vetë, lidhur me vendimin e gjykatës lartë. Pra ky person që duhet ishte pyet vetë, që duhet ishte, domethënë duhet ta jo në hetim, po që të verifikohej më saktë për veprimtarinë e atëshme. Nuk është pyetur fare, është pyet mas 15 vjetësh. Atëherë kjo lind një dyshim që Lulzim Basha është favorizuar. Pra duhet pyet çfarë është fol me Bamir Topi dhe Bamir Topi, domethënë sepse na rezulton që ky person nuk është pyetur. Pra pasojë e takimit ka ardhur. Pavarësisht se në libër thotë që unë nuk kam ndikuar në të shif që ti je, se kështu është një pjesë, shif që ti je rregull me letrat e tua. Del që s'është në rregull. A ve? E qartë. Prandaj këtu na lind një dyshim që duhet pyetur. Biseda që ka dhënë. Dhe e dyta, Lulzim Basha nuk është herë e parë që mbrohet nga prokurori i përgjithshëm. Është mbrojtur në çështjen e Durrës Kukës, ku çështja është nxjerrë jashtë afatit. Pra çështja është pushuar për shkaqe procedurale, jo se është i fajshëm ose i pafajshëm. Pra kjo është një diçka tjetër që lind dyshimi, dhe dyshimi i tretë që mund të ketë në moshetimin e zyrtarëve të lartë është dhe promovimi i Ina Ramës nga Partia Demokratike dhe nga Partia Socialiste, duke u bërë antare KPA-s në vitin 2017. Pra ju jeni ndjeni që Partia Demokratike nuk e ka kontestuar Ina Ramën me po të kemi parasysh me thënet që është me thënet nga më të ndryshmet atëherë, dhe është një ditë bukur e voto. Çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi që e votove? Dhe këtu të lind dyshimi që ka e diçka që shko, dhe duke e lidhur me vendimin e gjykatës lartë që duhet të zhënëtu zyrtar të lartë, mendoj që kjo është bërë me qëllim. Dhe ky takim ja ka arritur qëllimit. Pra mos pyete këtë person kur ishte për të pyet. Dhe çfarë veprimesh duhet të shëmbo? Ka veprime të rëndësishme, eksperti e di. Duhet pyet personi, merren tabulate telefonik, ndoshta mund të kishte vend dhe për për kërkimin e imunitetit për zyrtarët e lartë për të bërë veprime procedurale, ndoshta për arrest jo, po për të bërë veprime procedurale. Tabulatet me kush është folë, se kështu do lidhen, se më përpara sot është interneti, po ka qenë tabulatet. Pra janë veprime të papërsëritshme. Sepse në kompanitë celulare i ruajnë tabulatet për 2 vjet. E qartë. Prandaj domethënë çike e ngatërruar është, po tash këto ne janë disa rasti të çuditshme që na lindore po sikur janë njëra mas tjetrës që tin dyshim që këtij robi i është dhënë i dorë. Kranxha, faleminderit për këtë. Premtoj që në një moment, besoj gjatë kohëve të viteve të ardhme do bëjmë një gjë tipikisht ndoshta për vettingun, për të kuptuar pak më shumë sistemin e drejtësisë, dhe të hym pak më thellë. Ndoshta jo vetëm këtë çështje e emrave, se emrat ta thash dhe herë mund të jenë të ndryshëm, por ta analizojmë pak, se më pëlqeu një shprehje që ka kaluar Ariu dhe ka kaluar Miu dhe është ndaluar. Është kapur Miu dhe ka kaluar Ariu. Kështu që do diskutojmë. E përmbyllim Rexhepi së Bashku. 20 janarin në gjithë hetimin e tij. Më duket pak a shumë farca kryeministri me rit vërtetës, ka pas shumë kohë në dispozicion, po e shoh çik më gjerë. Ndoshta Spago mund të eci, ndoshta mund të jetë shumë indicie kjo audio e gazetarit më një orë zotit Hoxha. Por domethënë do të isha si ato të afërinit, as nuk do merrja pjesë në ceremoninë, ja u them me shumë sinqeritet, sepse më fani 1 vit, 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet, 15 vjet. Unë nuk jam që shteti duhet të jetë mbi organet e drejtësisë, po të gjitha mekanizmat për të reaguar ndaj personave që janë, le të themi, minimalisht nuk kanë ecur me ritmin e duar, për të mos thënë neglizhencë, as për të mos i thënë që s'kan dashur. Mekanizmat për të reaguar ndaj këtyre personave qëndrojnë, plus që prokurori di më mirë, po ca dënime janë dhënë për këtë punë dhe nuk e di se si do shërbej për i qelje dhe për i hapje, ndoshta duhet të ketë akuza në atë formën që thatë ju për persona të tjerë se ndoshta këtë herë kërkon zyrtarët e lartë, ata që nuk jetuan dikur, sepse nëse rim në ato linja
mund të hynë ke gjërat e gjykuara ose gjërat që kanë kaluar afate procedurale. Kjo po, por kur te këtë herë për shikohet pak për zyrtarët e lartë ajo që Nëse po deshën ja gjen vegin e nësë ata, pa probleme. Është vrasja në rrethana cilësuese kundër dy ose më shumë personave, se kjo është gjëja më e rëndësishme që kujt i atribuojnë këtë vepër? Kujt? Po pra është janë ca veprime të papërsëritshme tash. Nuk gjehen filmimet e qoftë edhe amatore as kamera nga YouTube-it. Në media kam dëgjuar që s'janë më e gjitha domethënë. Sepse ato mund të shërbejnë jo drejtimi i qitjes, unë që jam ekspert ndoshta edhe nga videot, edhe kolegët e mi, se po duket sigur po flas vetëm për vete, kështu që ju jeni këtu për vete do flisni, kështu që flisni për vete. Mund krijohet një ide shumë e qartë e mekanizmit goditjes e tjera dhe shumë prej tyre nuk janë. Madje më bëri çudi një kolegu juaj, po i quhet kolegun tim, domethënë, që ka qenë atje dhe është dëmtuar. Fatos më duket. Fatos po. Gazetari. Cilin vjen shumë keq, do ishte mirë që le të ishte edhe një burim materiale si palë dëmtuar, ndoshta disa filmime, ndoshta do ishte mirë dhe të kishe ruajtur, domethënë, në shërbim të së vërtetës klasike. Për shembull, kemi një dy raste në funksion asaj që tha eksperti. Dy mjek jo mjek ligjor kanë bërë deklarime në lidhje me vrasjet, që thanë jo ishte nga afër, tash nuk i takon mjekut ligjor flasin për këtë. Këto video të në mjekve që janë publike nuk del me asnjë vend. Kuptimi që nuk janë, që do ishin objekt. Kanë fol nga trauma? Po. Kanë qenë në media? Kanë qenë live fol. U hodh dhe një video nga kanale 5 që vjen një person domethënë se si ishte. Të sqaroj një dy momente, mundem. E dyta, edhe diçka tjetër. Për shembull, ish ministri i Brendshëm Lulzim Basha bëri një fytyrë për një prokuror. Tonë tha që erdhi në autopsita dhe i foti predat, i foti në xhep. Pra predat që u morën nga viktima i foti në xhep, s'del me asnjë vend, kjo një fytyrë, domethënë i far fytyrës se forma e marrës provës eksperti e di. Po. Prova merret, vuloset dhe çohet për ekspertim, pra nuk mund të provat do ta marrë ekspertin jo ministri, se zakonisht ta titullarët kështu bëjnë si Sherlock Holmes, si sherifa dhe futen në ngjarje, dhe nëse vini re shive me këtë sy në ngjarje, ndodh një ngjarje shumë e rëndë, shko drejtori atje, shkon tjetër pa dashur ti fyra, çfun nga drejtori atje brenda ngjarjes. Madje kemi pas një incident në një vrasje kështu, në një plagosje për vitin e ri kështu, se një emër i njohur i biznesit, do hyn tha se s'bën se janë filani. Mirë dha ishte krime, do hysh apo vitin e ri do ta bësh mbiruz. Se prish vëngjarjen, do një ju duhet ka punë drejtori as njëri ty atje vëngjarje. Policia e trafikut në vëngjarje. Vëngjarja është e shenjtë, kurse në lidhje me atë një sqarim, nëse mundem, nëse më lejon, në lidhje me atë deklaratën e mjekëve, kriminalisti me mjekun ligjor dahet ke rroba. Pra veshja e tutje është e kriminalistit, po e bëjt thjesht për njerëzit, ndërsa në trup e brenda është e mjeku ligjor. Ky është kufiri jon ndarës, dhe nëse ka pasur blozë tek lëkura, mjeku ligjor mund ta japë tek garat. Nuk ka qenë as mjeku ligjor, as kriminalisti. Ka qenë mjekët e urgjencës. Se ti edhe pjesë. Mjekët që s'kan lidhje fare. Janë mjekët e urgjencës ato. Diskutimesh, dakor. Jo, se thot mjeku ligjor është në zanatun të rrigjë, po thot një mjek pa dy mjek pa lidhje dhe nuk e ke në internet. E thonë mjekët shoh si më shkute mjeku, thotë është kjo. Mjeku mund të bëj operacion që thotë. Cakton diagnozën aty direkt live. Ka dalë mjeku, ka marrë atributet e mjekut ligjor dhe kriminalistit për mbetjet e blozës. A jetim që keni bërë në atë kohë, Karanxha, e mbylla këtu, nuk ju marrë më kohë, ju falenderoj shumë. A jetim që ke bërë në atë kohë, të gjitha veprimet procedurale, kanë shkuar në spak ato, apo janë prokurorit përgjithshme, janë mbyllur aty dhe nuk... Duhet kemi parasysh, këshyre e vendin ngjarjes, janë veprimet e papërsëritshme, janë të rregjur nga spaku, se ka qenë dosja... I të hoqë, ja? Po, është të rregjur, se janë veprimet e papërsëritshme. Po, këshyre e vendin ngjarjes, tabelat fotografike, dhe do të thosha edhe një diçka... Kontributin e ke aty? Tani ne kemi shërby vendin në çdo vend. Domethënë që kemi mundësi sepse duhet lësh gjurmë. Pra kjo është lësh gjurmë në jetë. Ta thënë se shko në fund tjetër dhe kur je kot, ke marr pjesë, ke bërë në jetë, ne duhet të kontribuojmë. Por diçka që duhet të sqaroj. Që nisësh që është bërë një debat, jo prova. Tani hyrja e vendit ngjarjes në 21 janar është bërë me oficerët e drejtorisë policisë qarkut në mbikëqyrjen e prokurorëve. Kemi qenë disa prokuror, unë kam pranuar të flas. Janë kolegë që nuk i përmend emrin. Kam përmend vetëm emrin e Adriatik Camës, që është prokurori kryesor që ka bërë punën më të vështirë, që ka marrë pjesë në autopsinë e viktimave, 3 viktimet 21 janarit. 2 kanë pasur predat,
Faik Myrta dhe Ziver Veizi, kurse i njeri tjetër Hekuran Dela ka pasi predh të shpuse. Alex Nika u çu për ndihmë të specializuar me shpresë nga familjarët, për ndroj jetë dhe preda ka ardhur brava. Pra ka qenë puna kryesore e Adriatik Camës, do thënë e para, se shumë e vështirë të marrësh pjesë në një autopsi. 3 viktima aty që ti të shohësh fotot dhe ke një përshtypje. Por për shkak të punës mjekut ligjor. Unë kam pas problem, pastaj u abendoj. Masa ne mësosh, tani dalim te. Pra, duke qenë se është bërë nga detoria, nuk kemi pas probleme me marrjen e prova. Pra kemi shku te Tallaca e Kuvendit, është bërë te Kuvendit, është te kryesia e Kuvendit, është bërë, domethënë është bërë verifikuar. Mbi kryeministri? Mbi kryeministri është verifikuar për gzhojë, kemi shku se kjo është vend i jashtëm më njëherë. Pra nuk ka pas problemet dhe përplasjet ka nisë mas 6 urave të ndalimit që janë nxjerrë për zinxhirin komandues gardës. Ky ka qenë dhe debati që ka pasur. Filmos ty Karanxha aty? Apo ka pas prokuror tjetër, që i kanë të tjerë prokuror. Okej. Grupi hetimor. Grupi hetimor që filmos që 2 vet ka, domethënë është filmos urat e ndalimit, është një diçka, nuk mund të them më detaj për urat e ndalimit, por them që debatet kanë nisur për urat e ndalimit, jo për kqyrën. Kqyrën e kemi bërë kqyrën. Provat janë marrë gjithë. Marrë për provat. Okej, u krye. Se po se marr provat. E si mund të shkonim ne? Kur thoshte stop, mos u fut. Ja, ekspertët i vet shkon në vend gjatë, ti dil jashtë, del në ardhur. Kështu që domethënë këtu duhet të jemi të saktë, të japim çdo kujt atë që merita.